Në kishën e Sukruqit, përgatitjet për festat e fundvitit dhe kremtimin e shënkollit ka nisur me një frymë të veçantë dashurie, përkushtimi dhe besimi të thellë. Në udhëheqjen e Patër Frandushaj, kjo kishë prej vitesh ka hapur nismën e bamirësisë përmes shitjes së qirinjve të zbukuruar shumë ngjyresh, si dhe të suvenirëve dekorative fetare. Materiali i nevojshëm për punimin e dekorimeve sillet nga jashtëvendi, posaçërisht për periudhën e shenjtë të dhjetorit. Të gjitha të ardhurat nga këto shitje të panajirit do të përdoren për të ndihmuar fëmijët në nevojë dhe për të mbështetur njerëzit që përballen me vështirësi ekonomike dhe probleme shëndetësore. Ky gest human forcon ndjenjen e bashkësisë dhe vlerat e krishtera. Çdo qiri që ndizet në kishën e Sukruqit është më shumë se një simbol i dritës së Zotit, është një shenjë shprehse, një lutje për paqe dhe një kujtesë se dashuria për tjetrin është themeli i një besimi të gjallë. Në këtë periudhë të shenjtë, zemrat e besimtarëve mbushen me lutje dhe pendes, të penduarit që afrohen me prullësi përpara Zotit gjejnë falje dhe bekim, sepse aty ku ka pendes të sinqert, ngjallet edhe më shumë dashuria hyjnore. Lutja dhe pendesa hapin rrugën për një shpirt të pastër dhe për një jetë të udhëhequr nga drita e Zotit. Kisha e Sukruqit nuk është vetëm një vend adhurimi, por edhe një vatër e bashkimit shpirtëror. Ajo vizitohet çdo vit nga besimtar vendas, nxënës shkollash, si dhe nga pelegrinë që vinë nga gjithë Shqipëria e madje edhe nga vende të tjera. Secili që hyn në këtë kishë merr me vete paqen e shpirtit dhe bekimin që lind nga takimi me Zotin. Për të kuptuar më shumë rreth kësaj nisme dhe rëndësisë së saj, ne intervistuam Patër Frandushaj, i cili theksoi se shitja e qirinjve nuk mbart vetëm qëllim material, por edhe një akt shpirtëror që lidh zemrën e besimtarit me veprën e bamirësisë. Ndezja e qirinjve, atmosfera që sjelli në trezat e besimtarëve, është një lutje për paqe, një dritë që shkon tek Zoti dhe kthehet si një bekim për ata që ndihmojnë. Besimi pa vepra është i zbrazët, prandaj përmes këtyre nismave ne duam të mësojmë se dashuria për Zotin shprehet më së miri në dashurinë që tregojmë për njëri tjetrin. Besimi është drita që ndriçon shpirtin, pendesa është udhë për falje, lutja është fryma që e mban gjallë, ndërsa bamirësia është dëshmia e dashurisë së Zotit në mesin tonë. Përshëndetje, e mirë se keni ardhur i nderuam TV Bojën. Ju faleminderit që na përkrahni çdo kohë, çdo vit në takimet tona, në të mirat tona dhe në gjanat cilat janë bukura dhe për shtëpia, për familjet tona, për dedikimi. Arsyeja e panajirit Krishtlindjes e të Adventit Simit është për jetimat e motrave të Shenjtës Nën Terezë në Shkodrën, Tiranë, ku i kanë rreth 120 fëmijë të rritun, por faktikisht jeta e tyre si mosha e një fëmijët. Po filloj me bekimin e gjanave dhe mas bekimit kemi thënë 2 fjalë për tematikën. Në emrin të Atit, të Birit, të Shpirtit Shenjtë, ashtu nuk qoftë. Ati ynë që je në qiell, shenjtë nuk qoftë emri yt, ardë mbretënia jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në le. Bukën tonë të përditshme jepna neve sot, ndjena i ne fajt e mëkatet tona, si ndjemna fajtorët tanë. Mos na lë me ranë të keq, po largona prej gjithë keq ashtu nuk qoftë. Të falim me mri hir plotë Zoti me ty beku, je mbi gjitha gratë beku, me fryti i barku të ndi Jezus. Shenjtja mrina në e të nëzot, lutu për ne mëkat në orë, tashën film dhe kjeson ashtu nuk qoftë. Kjo flumni Atit, të Birit, të Shpirtit, shenjtë si janë këne parë, tashë për gjithmonë e jetës ashtu nuk qoftë. O Zot bekoj këta qira, fukure, njesa, trupore, gjytë. Gjithë që që bënë gati këtu për panajirin e Adventit të Krishtlindjes, banë që ku do që qkojnë, dvine dhe bekimi të o Zot ndërën me cija zojës bekuame. E shenjtit shënkollit si në shenjti malë gjatë Adventit.
Ky bekimi për cilët ku do që shkoshin e kaloshin e mentatit, e të birit, e të shpirtit, shenjt. Ashtu qoftë. Kjo flumniatit e të birit e të shpirtit shenjt, si janë këne parë kjoftë, ashtë e për gjithmonë e jetë ashtu kjoftë. O, Zot edhe njëherë, benkoj të gjana, banë që ku do që të vinë, me të artë dhe benkim ju të Zot, e ndërmet si e Krishtit Zot, cili të në mbretnon për shekujve, të në mentatit, e të birit e të shpirtit shenjt ashtu kjoftë. Edhe njëherë pra, se keni ardhur, dëshiroj benkimin e Zotit. Tashti, do shta pak si përshkrim, që ka nëllet, si për shdo vjetë, pak ka shumë, tematika është e njajtë, pra adventi, para përgaditje 4 javë, për Krishtlindje 4 diella, ku lezen 4 qira, po shkojmë te më të partë. Qiri i parë është qiri i profetën vetë, i atyne njerëzve të mbledh Zotit, cili ka zgjell në përmjet shkrimit shenjtë, me paralemrua të mishnumit e Zotit në tokë. Pra qiri i profetën vetë, qiri i dytë është qiri i Betlemit, i cili na paraqet vendin, vizualisht, si ka lind Krishti në një vend shumë të thjeshtë, në grashtin e bagtive. I treti qiri është qiri i barivet, cilën kanë fatlum, të parë, cilët e kanë pa të mishnumit e Zotit. Tësa qiri i 4 është qiri i engjëjve, kur i shofi me engjëjt, ata cilët kanë prungu lumnin prej qiellës, lumni qoftë Zotit në qiellë, njerëzve të paqë mbi tokë. Pra, 4 javë të adventit, të ardhjes, është para përgatitje për më të madhen fest, si që thohet për pos pashkve të Krishtit, megjithse prapë po thonë të mishnumit e Zotit, është një mrekulli e madhe, cilë është shumë vështirë me spjegua, por me fe muj me kuptua se Zoti janë banjeri për shëlbimin tonë. Këto gjëra që janë të punuame, janë bërë me shumë dashuni, janë punu prej sklartit, me zbukurua tavolinën e Krishtlindjes, pra të adventit që është edhe 2 javë, por edhe njëherit bamirësia, e na jem si popull i njoftun për bamirësi, ose mësojmë për bamirësia, se kem qef me bamirë, është një rast, I give you, you give me, pra unë po jap, po edhe po marrë, faktikisht ban mirë, ja qënë dikujna për tavolinën e Krishtlindjes, sa pasuni e madhe, bukuri e madhe, për edhe bamirësi, se kur e dim se jetimat e motrave të shenjtës Nanës Tereze nuk kanë kur kanë. Por ja u ka që Zoti dhurat Nanën Tereze për kry motrave të sana që kur shkoj të ta më duket, kur kthehem ka, edhe një vend fukara e kishte pasanik. Pra ata fëmijë, ata njerëz, ata djelë me vajza cilët jetojnë të motrat e Nanës Tereze janë si mretin e mretnesha. Na kem fatë që çdo muaj jem atje, kjo Daniela i ka ullzua nimset e tynit për pundoret, Roza, varq rësqafet, bëlizyk, gjanët bukur ashtu që faktikisht edhe të punojnë, cilët janë pak ma mirë se fëmija cilët aty mbahen, e janë shtu i kem uqojmë ndihma, herë mas heret, pra dhe për këshnela kënë dëshirë me i përshishua, me u lanë një lanti, qëka të shkojnë, qëka të blehet tana kanë me shkojnë, Shkodrën, Tiranë, se kanë nevojt madhe. Tu ka që mos, qiri i shënkollit, engjyt, fugure, trupore, qiret janë me ngjyra e kuqe paraqet
munimet e Krishtit, edhe pse është para këshnellash, ngjyra e kuq që dominon, pra gjakderdhjen e Jezusit për ne, ngjyra e bardhë, paraqet pastërtinë e Zotit që vjen në tokë, ngjyra e verdhë, paraqet bukurinë e ylberit, bukurinë e Zotit, i cili na shfaqet në ngjyra, ngjyra vjollës ose me qilun paraqet pak penes, se do të më bëj pak penes para festave të mëdha, jo veç qefe dyzen, por edhe pak penes për me dashur me u paraqit para Zotit. Unë shoh në këtë kohë kur kam pak vështirësi në shëndetësore, mos me kanë pak penes e lutje, kish me kanë si shishe e thatë. A mendoni se veprimet të tilla ndikojnë në forcimin e besimit dhe unitetit mes besimtarëve, pra nëpërmjet këtij panajiri duke shkëmbyer këto dhurata të mrekullueshme? Po, tashti unë tash sa vjet që kam këtë fat me udhëheq këtë punë, tash 15 vjet, faktikisht tash 22 vjet që punojnë. E shoh se njerëzit vijnë me shumë dashuni. Pra, ndikon edhe në besim, në fe, po ndikon edhe ata çka e theksova, na si popull kemë mësuar me marë. Po jo me lanë, po tash nëpërmjet fëmijëve të vogël, parashkollorëve, kemë mësuar me kanë donatorë. Megjithëse populli ynë me të vërtetë është donator, se amerikanë tanë që kanë shkua, ose njerëzit tanë që kanë shkua në diasporë, kanë investuar shumë në malësi, rruga, shkolla, kishna, kapela, vorre, ushqim, me të vërtet kanë bërë shumë punë të mëdha. Ashtu që popullin është bërë mirë, e njihet se kur vinë, i marrin me shumë dashuni, e dinë se shkojnë për një vepër të madhe. Unë kam udhëheq shumë njerëz në Shkodër, kanë ardhur pa fjalë, kanë ardhur me lot për faqe, domethënë atë që kanë janë përshtypje fëmia si mretën, pra pa kurkon, por me jo pa llomat si kanë, toaletat, vendin, me të bëjë me kjaja. A thonë shte mujtun, që në atë frym rriten ata që s'kanë ka. Po Zotë janë është i malë, ja u ka mundësua me jetua zotnisht. Atëherë, nga këto dekorime të mrekullueshme dhe ngjyra të përgjedhura, cila është më e preferuarja për besimtarët, ngjyra e kuqe, e bardhë, e verdha, apo diçka tjetër që mund të cilësoni ju vetë? Po, tashti familjet e reja preferojnë të në ngjyrat. Po këtu interesant, fëmija parashkollorë, ata i kapin prind, përdoret, thot, duhe me marrë këtë ngjyrë. No, është si për pas qefit, faktikisht, zakonisht, ngjyra ka dominua gjithmonë vjollës. Para Krishtlindjes dhe para Pashkët vjollës, penes. Mirë po, koha e band vetën, rinia e band vetën, duhen edhe ngjyra që ka është e mirë së ardhën. Pra, kuna e ka mundësua Zoti, me i palët bardha, e të verdha, e të kuqe, e gjelbërta, dhe më thanë, pse jo. Ashtu që, si për pas qefit, këtu njësit, dhe më thanë, vinë edhe shkollat, me i pa edhe artin, se faktikisht të është edhe art, na kem shumë dëshirë me u dha njerëzve kvalitet. Nuk ka gjëna kineze. Kjo është për mua shumë gjë e rëndësishme, për se kjo është dyll, edhe fugura e shënkollit është dyll. Kem aparatin që i pjek, ashtu që druja e natyrshme, me sot, prej orës 9 deri në ora 17, deri për Krishtlindjen, domethënë deri një ditë para Krishtlindjes jemi hapun, por besoj se shumë shpejt kanë me shku për kohën e adventit, kanë me shku gjanat se njerëzit kanë qef me kohë, me i marë, edhe na kanë qef me u qua para Krishtlindjes motërve të Nanës Tereze, dhuratën, me gjithë se bashkojmë dhe gjana tjera, amelcina, dhe veshme të bathona. Atëherë, a keni hasur vështirësi gjatë organizimit të këtij eventi kaq të bukur, edhe sigurisht a vinë vizitorë jo vetëm nga vendi, por dhe nga jashtë vendit për ta vizituar këtë vend? Po, e pa, domethënë prej na vinë prej Shqipërisë, që është Funilezhës,
Malësisa në ena, vinë për Podgoricës, për Ulqenit, Budva, Kotori, vinë shkollat. Shtërësina s'kem, në ka një mu zotë gjithmonë se nuk është gjatë që të lypet duhet, ose me lunë, me forës, por na jem hapun e paracesim për krye televizioneve, nuk bëjmë rëknam të male, se faktikisht flet puna vetë, por për çdo vjet jem të kënaqur. Kem ble shumë gjana të cilat kanë mugua, në të veçantë para disa vjeç kem pas një projekt për zhvillimin e aparaturës të sakatave që nuk luajnë, nuk lëvizin, të Nanës Tereze, cila kanë shku në përbot modeli ynë, domethënë, këtë civilushkar, që qohet, e merë, shkon me gume, rrot, duke që e kemi në qezu të vebojnë, e kanë. Prej lomet fjetjes e merë pacienten, ose pacientin e qonë deri në hodnik, ose në aty, kem punu dhe ku banjet e lvishme, po ashtu me rrot, ku faktikisht e merë prej shtratit e vend në banjo, e la, e përsri kur e fshin, e këthen palë tu, padam tu, o korrizin, pa hikëzime e bajt, ashtu që është një vepër kolosale, para 3-4 vjeç, ta shti është kollaj me i punu kur e kanë modelin, kanë shku deri në Indi, në Afrikë, në meset fukaras, si që janë shtetet arabe, jem shumë të lumëtun që i kem ba diçka dhe për jetimet në Nanës Tereze, se pra po thëmë këto në gjendje ma e mirë, jem mundohet gjithmonë me pru karoca për të smutit, për të palë vishmit, shtretën, tash për pashke me jo dedikua në malësi atyne që janë për shpia që rrinë rahat. Shpresojmë se ka me ka parë po ashtu i malë, sa i herë shkon në Shkodër e në Tiranë. A janë të kënaqur blerësit duke treguar këtë marrëdhjen e tyre vit pas viti? Pa ata na imponon me punu ma shumë. Faktikisht se këtu një gjanë t'il nuk mund shme gjithë kësajt. Sa do që të lypsh në qytet me ble, i ble po do të me i punua, po do të me le me dit, do të me pas pak shije, do të me pas edhe pak edhe gjana, me të kazët vërtetën se po si pat e gjanat, po si pat e gjanat kvalitet, atë në njerëzit të rriqen. Edhe për së fundmi, cili është mesazhi juaj për besimtarët edhe më gjerë në këtë kohë festash dhe reflektimi? Të nderuar vllazën e motra si në vend lindje, si në diasporë, të vebojnë, shkon edhe për te Atlantikut, për vendet të ndryshme, u dëshiroj benkimin e Zotit, ndërmjetësimin e Krishtit Zotit mi shumë në tokë, urimet për zemërta e thella për hajër Krishtlindjen, para Krishtlindjes 4 javë të adventit, pregadit një shpirtnisht që i Krishtit e gjej, jo grashtin në zemrat tona, por të gjej palatin. Dhe Krishti meriton një herë mja qilë palatin, mja bon zemrën palat, se ka lind në Betlehem, në thirësi, fukarallek, por të jam bëjmë gati Betlehemin pra për hajër Krishtlindjen, e viti i ri që po afrohet, ta presim me gëzim, pa frigë, edhe pse lajmet janë të dopta, nuk jem vetëm se Zoti është me ne, për të sy më pëlqen shumë, pra të popullën si katolik, si muslimant, Zotin e nderojnë e ne në atë mënyrën sa dinë e mujnë, pra gjithë bashkët të bajmë zemrën adekuate për Zotin. Të në Zoti ka me diku, ka me banu se kur të vinë e gjej banesën e gatshme, atë Zoti mbretnon në zemrën tante e temen, ashtu që ajo gëzimi i jetës, atë në friga largohet. Unë e di e shoh vetin, më thënë të arsa vjetë, kom vështirësina prej tumorit, prej tumorave, por jeshtu, nima e Zotit është atë që malë, sa s'kam kohë me i falendru e Zotin, që kam ka lanë. Më thënë, jetëve kom lujtë sot durë, thëmë, si kom më mujtë me i, që pak ka pak, Zoti ndihmon shumë. Edhe njëherë pra u falim njerëz të vebojnë, Zoti u ben kofte u një moftë këtë që shkoshi e kaloshi,
Faleminderit që keni ardhur prap me e prezentua në TV Bojën punën e përbashkë se kjo ka më shkua i larkë katë leut, është kënaqësi e madhe ta dinë edhe populli se si mjet i përrojnë përsëri jetimat e motrave të Nanë Serezën në Shkodrën, Tiranë.